nga Leonard Koja në Window Radio Pikdej. Mirëmbrëma dhe përshëndetje dhe mirë se ritakohemi sërish miqtë e mi në Horizont. Kjo është puntata radhës. Shpresoj që të gjithë të keni kaluar mirë fundjavën dhe të jeni mirë dhe të jeni pranë valve të Window Radio dhe ne së bashku të bashkëbisedojmë dhe të kemi mundësi të kuptojmë diçka më tepër dhe të marrim informacione të duhura nga i ftuari që ne kemi. Shpresoj që do jetë një emision i këndshëm për të gjithë ju. Unë dua të rikujtoj për të gjithë dëgjuesit e ri dhe për të gjithë ata që kanë dëshirë të dinë se ku mund të ndjekin Window Radio. Unë rikujtoj edhe një herë mundësitë, pra ju mund të na ndiqni përmes website-it zyrtar windowradio.de. Aty është muzika 24/7, po ashtu është edhe lajmi dhe informacioni i fundit ku ju mund të informoheni vazhdimisht. Po ashtu ne jemi në platformat më të mëdha botërore të radiove, jemi në Radio Box si dhe në TuneIn. Po ashtu jemi edhe në platformën Radio Shqip, ku janë të gjitha radiot shqiptare në diasporë. Pra ju mjafton të keni një nga këto aplikacione dhe aty ju të kërkoni Window Radio dhe ne jemi live. Po ashtu mund të kërkoni në Google Search Window Radio dhe normalisht aty është emisioni live, pra emisioni që tani ne jemi live, po ashtu dhe mund të ndiqni edhe gjatë ditës muzikë. Përmes faqes zyrtare të Facebookut windowradio.de dhe aty ju mund të bëni një shpërndarje nëse ju nuk e keni bezi në për grupe ku jeni të antarësuar, po ashtu dhe në faqet tuaj që të kemi sa më shumë të ftuar njerëz që na ndjekin, sa më shumë miq të jenë pranë radios. Për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin sonde live të plot, mund të ndjekin nesër në ritransmetim, pra në radio, në orën 13 me orën evropiane, po ashtu nesër në YouTube do jetë emisioni i regjistruar i plot në faqen zyrtare Horizont Window Radio hapësirë.de. Pra ju mjafton të hyni në YouTube dhe të kërkoni Horizont dhe aty do gjeni emisionin e sondëm, po ashtu dhe emisionet e kaluara. Nëse ju se keni bezi që t'ju vinë njoftimet dhe emisionin që ne kemi në YouTube, mund t'i bëni një subscribe dhe vazhdimisht ju do të njoftoheni për emisionet dhe njoftimet tona. Kështu që kjo janë disa mundësi, po është edhe mundësia tjetër për të gjithë ata që kanë pajisje me Android, edhe aty mund të kërkojnë Window Radio dhe ne jemi aty sërish normal. Pra, këto janë disa mundësi, nuk besoj që janë mundësi të pakta. Unë ju falenderoj shumë të gjithë ju për mbështetjen dhe suportin e vazhdueshëm që ju na jepni, për mendimet, për këshillat, për kritikat, sepse këto të fundit sidomos na pëlqejnë më shumë, sepse kritikat janë ato që na ndihmojnë të ngrihemi dhe të ecim, sepse ne këtu jemi vetëm për ju dhe sërish unë bëj atë njoftimin e përhershëm të gjithë ju miq që keni dëshirë për të thënë diçka në Window Radio apo që keni dëshirë për të ftuar dikë, pra Window Radio është vetëm për ju, por ju mjafton të na shkruani dhe të na paraqitni kërkesën tuaj dhe ne do përpiqemi që t'ju plotësojmë. Unë sonde nuk jam vetëm në moderim, sikurse dhe herë të tjera, pra të dielën e kaluar, kam qenë me moderatoren Madiana Nuredini, ku ne jemi edhe sonde në bashkë moderim, por shpresoj që së shpejti t'ja dorëzojmë çelësat e moderimit dhe Madiana të jetë moderatore vetë pa mua. Madiana, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Leo. Si e kalove? Mirëmbrëma të gjithë. Si po të duket moderimi, Madiana? Të them të drejtën, të dielën e parë isha shumë emocionuar, jam akoma emocionuar, por më pak sot. Më pak sot. Shpresoj se gjithnjë më pak dhe ti dorëzojmë çelësat ty dhe të ecësh vetë pasaj. Faleminderit. Po Madiana,
kë kemi të ftuar sonde, mund në prezantosh ti të ftuarin sonde për dëgjuesit tonë. Po, patjetër. Atëherë, i ftuari i sotëm është Gentian Hodaj, presidenti i Shoqatës e Emigrantët pa kufi. Është një shoqatë e re formuar në Padova vetëm në 2024, por me një aktivitet të rëndësishëm në këtë qytet edhe më gjerë. Këtë e di sepse dua ta them edhe për dëgjuesit, edhe unë jam pjesë edhe kësaj shoqate, dhe Leo do të doja që pjesën e shoqatës dhe pyetjet me Gentianin të bëje si unë do merrem me pjesën tjetër. Tash ne do përpiqemi që Gentianin mos e lëshojmë ai shkollaj me fjalë, ço mos ta bësh ti do bëj unë, ço mos e bëj do bësh ti, por Gentianin do e lodhim. Gentian, mirëmbrëma. Jo, prit, akoma nuk e kam mbaruar, mirëmbrëma Gentian, por nuk e kam mbaruar akoma prezantimin. Ja, unë nxitova unë. Unë nxitova, e shikon? Jo, do të thotë që po e marr unë mirë rolin. Atëherë, doja të vazhdoja me prezantimin e Gentianit, sepse përveç se presidenti i shoqatës, Gentiani është gjithashtu edhe një aktivist i njohur në gjithë Italinë, por sidomos në pjesën veriore të Italisë, ajo që quhet rajoni i Veneto. Si aktivist i angazhuar në çështjet sociale, previdenciale dhe mbi të gjitha merret me të drejtën e emigrimit. Profesionalisht, aktiviteti i tij është i lidhur me të drejtat e punëtorëve dhe të emigrantëve, sepse ai punon pranë sindikatës, një nga sindikatat më të mëdha në Itali, që është ajo e CISL-it. Mirëmbrëma Gentian. Mirëmbrëma, suksese moderatores, suksese edhe Leonardit në studion e re parë të Windows, e ishim mësuar tek radio e vjetër, kështu që urime që të dyve. Vetëm një diçka që Madiana zëri jot më vinë me më kthehet zëri pak. Okej, mund të Leo, kjo mund të rregullohet nga Leon e kam të qartë Leon. Po mjafton, po mirë se Madianën aty e ke për ditën për në Padova. Domethënë nuk më dëgjon apo vetëm të kthehet zëri? Jo, tani po, ndoshta mos është mbajtje e telefonit, nuk e di, diçka më. Okej, do shpresojmë që tekniku jo Bledi do Okej, mirëmbrëma, dhe mirë se erdhe në valët e radios son. Mirëmbrëma. Okej. Pyetja e parë që do doja që të filloja të bëja është përveç përshkrimit që bëra pak më lart, doja të dija nga ty se kush është Hodaj, kush është Gentian Hodaj? Nga vjen, pse Italia, pse Padova, gjithçka që mund të shtosh, çfarë të duash asaj që sapo unë të shkrova prezantimit tuaj më lart. Po, faleminderit. E që se kam qenë i ftuar dhe është tjetër të Leua, atëherë me pak fjalë. Për ata që nuk më njohin, vazhdoj për 22 vjet, 23, po thuaj se këtë vit në 2026, punoj dhe jetoj këtu në Padova. Prej vitesh pjesë e sindikatës CISL që ishte në prezantim, gjithashtu tek sindikata CISL merremi dhe me pjesën e emigracionit. Gjithmonë kam qenë i pranishëm në rrjetet sociale, me grupe të ndryshme, ndërsa tani me grupin e emigrantëve të Italisë. Kam lindur në Vlorë, pra qyteti i lindjes është Vlora. Padova ishte zgjedhje okasionale, rastësie, sepse emigrimi nuk është se e kemi pasur gjithmonë në rrugën e lehtë edhe të përcaktuar ku do vinim. Ose si shtemi ne me shakakte në Vlora, nuk do vemi në Dajo. Kështu ishin rrethanat, këtu na gjeti, këtu ndodhi, këtu stabilizuan. Kështu që pak a shumë kjo është kjo pjesë. Nuk ishte zgjedhje. Po? Atëherë të nderuar miq, më duket se ka rënë linja me Gentianin dhe Madianën, por shpresojmë që Bledi do bëj lidhjen dhe ne do rilidhemi sërish me miqtan, me Madianën si bashkë moderatore, po ashtu edhe me Gentianin.
Gjëra që në ndodhin në lidhjen live, dikush diçka është problem me interneti. Desa të bëhet lidhja, po i them Bledit të kalojmë në një pikë muzikore, sepse është diçka problem tek dy miqtë e mi, pra tek Madiana si moderator dhe tek Gentiani, pra kështu që Bledit na shoqëroi me një pikë muzikore dhe sot bëhet lidhja, ne do rifillojmë. Atëherë, nderuar miq, rikthehemi sërish në transmetim live. Pra ishte një problem teknik, kështu që shpresojmë që çdo gjë është rregulluar. Shpresojmë në mirë kuptimin tuaj dhe në mirë kuptimin e të ftuarit, pra të zotit Hodaj, ta mirë kuptoj sepse janë probleme teknike dhe ne jemi në emision live. Kështu që ja kaloj sërish linjën Madianës, sepse ajo ishte me pyetje dhe në bisedë me Gentianin. Po Madiana. Po, faleminderit, po nuk e di se kushtu, po ishim duke bërë prezantimin, domethënë në Gentiano dhe po bërë prezantimin, po shkonte diçka më shumë prezantimi që i bëra unë dhe po fliste për udhëtimin e tij në Greqi. Po, atë pjesën e Greqisë, aty është shkëputur sepse deri tek ajo pjesa e ardhes në Padova që tha Gentiani një shprehje të Vlorës që s'po shkonim ke dajo. Okej, atë deri aty. Okej, nëse Gentiani do të na përmbledhë edhe pak në Greqi, sa do vazhdoja me pyetjen e dytë. Nëse dëshiron, sa të dëshiroj. Po patjetër. Meqense patëm ndërprerje e mi kuptoj. Atëherë po e përsëris, pra po e përmbledh më saktë udhëtimin tim që ka filluar në vitin 92. Pra, që në vitin 92 unë kam shkuar në Greqi edhe kuptohet si të gjithë emigrantët asaj kohe, udhëtimi ka qenë udhëtim malesh, mesh, pushash, vreshtash, detesh, me ngrëm pa ngrëm, me gjumë pa gjumë, dhe përfundimisht mbas 2 muaj e ca bides, sepse kam qenë veti 13, 2 bashkëfushatar fëmijë, kam arritur që të lidhem me familjen, të komunikuar që përfundimisht ishim gjallë, sepse asnjë nuk e dinte si ku qysh tek. Koha të vështira që kur e mendoj nga njerë them, po ka qenë mosha, ka qenë rinia, ka qenë ëndrat, sepse të gjithë ishim të etur për të qarë, për të etur për pa perëndimin, po pa e ditur se ku dhe kush do na priste. A kjo ishte ajo pjesa e udhëtimit, e fillimit të emigrimit që zgjati për disa vite të konsoliduara pastaj në Greqi dhe më vonë me ardhjen në Itali që daton nga vitet 2002. Po e vërtet edhe unë e mbaj vesh atë emigrimin atyre qyteteve kur ishin ndaja ata popullit një dhe vëllezërit e mi kanë ikur male dhe ndjej, domethënë kam ndjer atë vështirësi që kishin prindrit tanë dhe sa të merrnin atë telefonatën për të ditur a ishin gjalla apo jo fëmijët e tyre. Me shpresojmë që mos të vinë në emigrimet e tilla. Atëherë, Hodaj, unë do të filloja nga... Një sekond, më falë Madiana, mos ke në një televizor apo diçka hapur, japur, sepse të kthehet zëri, ishe pa mundur. Jo, nuk kam. Po pra, se tek Madiana ka shumë jehon. Ke shumë interferencë, nuk e di, mos ke diçka tjetër. Ose kompjuteri, mund të jetë kompjuteri? Po pra, pylle ka të kompjuteri. Ulja zërin kompjuterit edhe fol me ne. Okej, po e fik fare.
Okej, po flas në ju e pika. Po, ja tash i erdhe në radio në Leon dhe me mua. Këto janë... Nise erdhe moderatore. Do të mirë kuptojmë Madianën se kemi të re. Po Leon, duke se ke nevoj për në një teknik ti mos do dhe në një teknik që të vi unë vla se i bje që du t'i kapu këto, i kapu nga bimet. Më thënë edhe, se dhe gjithmonë e kam kompjuter, jam në tavolinë dhe kam të kompjuter është për qefin e vetë, në fakt po ishte i hapur. Bylle, e mbylla, tani dëgjoj mirë. Po të evi diku, hajde, nuk po të t'japim qikë solidaritet, po themi mirë. Po edhe mund të përmirësohesh. Në takimin e tretë. Okej, faleminderit shumë, faleminderit për solidaritetin. Atëherë, doja të pyesja, dhe me që ti je një sindakalist, punon në një sindakat, edhe mbrëm, ne kemi pasur, si që di mirë dhe ti, sepse dhe ti je një dëgjues i radios tonë, kemi pasur Arlind Qorin, që është nga zërat e ri të politikës shqiptare. Dhe në bashkëpunëtim me Shqipër, folëm domethënë atë edhe për sindakatat në Shqipëri, në të cilat ai sa që janë pothuajse inekzistente dhe ato fakti janë nuk funksionojnë. Ajo që duhet të dija unë se si sindakalist i vjetër, për shumë vite pune këtu në Itali, e duke pasur parasysh në Itali, domethënë kemi shumë punëtorë shqiptar, janë rreth 3 milionet gjysmë të huaj, por shumica ne jemi në vend të dytë për numër punëtorësh. Doja të dija, a janë në dorë të sigurt të drejtat tona këtu në Itali? Atëherë, përsa i përket pjesës parë, po e ndoqa dje në zotin Arlind Qori, kam parasysh dhe atë pjesën ku foli për organizimin e sindakatave në Shqipëri, edhe unë jam i mendimit që është inexistente, si mund të ketë sindakata kur nuk ka fuqi punëtore, kur nuk ka klasë punëtore. Kjo është primarja. Megjithatë, ai është politikan, është pjesë e politikës, edhe ndoshta e shikon në aspektin politik. Jo përsa i përket pjesës së sindikalizmit në Shqipëri. Kemi pasur një kontakt para 3-4 vjetësh me 2 sindakata në Shqipëri, por që duhet të shkoja dhe unë, por be pash, sepse ishin 2 sindakata, më dukeshin si këto partiçkat njëra me një, jo si partiçka, po si pjesa të partive. Ashtu janë fatkeqësisht. Po, atëre po e them se si sindakaçka po e them. Njëra e përkiste një krau, tjetra krau, tjetër dhe nuk ishin asgjë me sindikalizmin. Kështu që për çfarë mendoj unë për sindikalizmin në Shqipëri është inexistent, kuptohet. Për ne është inexistent, për ata që janë atje është goxha fitim purës, goxha i organizuar, sepse një pjesë e këtyre sindakatave, të paktën 2 prej këtyre, kanë trashëguar goxha pasurit të paluajtshme, prona pa fund, terene pa fund dhe në vende shumë të zgjedhura, edhe Buzdetit, ku disa prej tyre a bërë dhe investitor strategjik. Paka shumë kjo është, unë da përmbledh unë atë pjesën si ishte përfaqësuar sindikatit i Shqipëri. Tash të kthehemi dhe të flasim për Italinë, për aktualitetin. Po është e vërtet që ne si komsi këtu, pra si emigrant të Shqipërisë, jemi të dytët pas bides të vit nuk e kemi kaluar dhe komunitetin marokin, sepse kemi qenë pas rumunëve dhe marokinëve dhe vini ne tretë, po kemi kaluar në vend dytë. Duhet thënë që shqiptarët të paktën tek sindakata ku bëj pjesë unë, te sindakata qiz, kemi goxha të teseruar. Pra, nuk mund të thua që është një pjesë e papërfishme dhe pa llogaritshme. Për ne është shumë domethënëse. Domethënë po flas për ata që kanë tesrën sindakale,
sepse njerëz apo emigrant shqiptar që vinë marrin shërbime pa pasur testër janë me mira. Ne mundohemi... Sindakata e dyta, e dyta në Itali për numrin e të Po, testeruar. e dyta lëviz numri e para është sindakata CGIL që ka afërsisht 4 milion e 800 e ca mi tesera, dhe nga mbrapa vinë ne të dytët me 4 milion e 620 ose gati mund të kemi arritur te 4 milion e 500 apo e 600. Me thënë është një diferencë shumë e vogël, jemi aty, me thënë drejtën, sepse kemi pasur rritje me tesra sindakale. Numrin e saktë nuk e kam të emigrantëve shqiptar që janë me tesra sindakale të sindakata jonë, po di që jemi me 10 mira në gjithë Italinë. Kështu që kjo ndodh, edhe kemi pasur një konvenju apo një takim edhe me një do me thënë, sepse në pjesë e sindakatës janë edhe ata të quajturit staticientët që mbajnë statistika, dhe folëm edhe për pjesën shqiptare. Dhe në sindakat ishin të dytët, do me thënë si komësit të shkruar, i binin pas komunitetit rumun, po gjithmonë në ngritje. Dhe pyetja është, sepse dhe për ata ishte befasuse, në kuptimin që si është e mundur, dhe pyetjen e kam bërë unë, po si e shpjegoni. Ndërkohë që nga krau tjetër, pata një ngritje supeshve dhe një qeshje, po ja tha besojnë të neve. E kështu që përgjigjen e dhash unë në atere vetë, në kuptimin që e mora situate në dorë. Kjo nuk është vetëm për emigrantët shqiptarë tash, por është pothuajse për të gjithë emigrantët, të çdo kombësie, të çdo etnie, të cilët duke ditur që janë të huaj dhe pa diskutim, dhe është më se normale që duhet të kenë një mbrojtje, duhet të kenë një përfshirje, duhet të kenë që dikush të jetë pranë tyre, sepse gjithmonë ndjehen të cënuar. Të cënuar nga politika, të cënuar nga rrethanat, nga shumë gjëra. Dhe zgjedhin sindakatët. Kështu që zgjedhja në fillim ndoshta është edhe e pa studiuar thjesht rastësore, thjesht kemi një sindakat dhe dhemi, dhe ndoshta pastaj duke u ingranuar, duke marrë informacione, duke u përzgjedhur edhe individ shqiptar dhe duke u hapur në komunitet, krijohet ajo idea që pse duhet jemi të shkruar në sindakat dhe a ja vlen të jemi të shkruar në sindakat. Unë modestisht them që unë mendoj se po, që ne e përfaqësojmë pjesën e punëtorëve, po flas përgjithësisht se nuk mund ta ndaj edhe pjesën shqiptare, meqense ne jemi shqiptarë dhe do flasim vetëm për pjesën shqiptare. Ka shumë për të folur për pjesën e sindikalizmit, sepse ka shumë gjëra, por të paktën nëse mundem unë një ndërhyrje këtu. Si lindi Gentian angazhimi juaj në sindikalizëm dhe si aktivist qytetar në Itali? Si filluat? Si lindi ajo? Është shumë specifik dhe po nga ana tjetër është edhe shumë demokratik organizimi në sindakata. Në sindakat përzgjedhja nuk vjen nga lartë, është e pamundur. Në sindakat është ajo që vjen gjithmonë nga baza, nga poshtë lart. Pra, sindikalistët përzgjedhen në ambientet e punës. Sindikalist, unë jam përzgjedhur në fabrikën ku kam punuar dhe vazhdoj dhe akoma që hap kontributin tim, sepse në çdo fabrik apo në çdo aktivitet pune ka aktivitetin, pra ka zgjedhjen dhe sindakata. Dhe gjithmonë bën zgjedhje. Dhe normalisht janë kolegët, është ambienti punës i cili të zgjedh dhe të voton. Pra ti votohesh dhe zgjidhesh atje nga baza në ambientin e punës, në vendin e punës ku je, pra je një i votuar dhe pastaj futesh në organizmat e tjerë
të cilat kanë atë hierarkin apo gjerarkin ku janë të sankcionuara që nga asambleja, që nga asambleja regionale, është nacionale, pra janë shumë kalime, por që pak a shumë kjo është ajo përmbledhja si lind dhe nga zgjidhesh dhe si funksionon në sindikata. Dhe me të vënd që është një përzgjedhje apo një organizim shumë demokratik, do thoya, shumë domethënës, dhe ne statusin e kemi që edhe kur bëhen zgjedhjet brenda sindikatës, në qoftë se ti nuk fiton, pra nuk e arrin numrin e votave, normal që je i detyruar të kthehesh prap atje ku ke filluar, pra në vendin e punës. Kjo është që nga sindikalisti më i thjesht deri te sekretari i përgjithshëm i sindikatës në rang nacional. Po. Shumë interesante ky shpjegim, faleminderit. Unë di që pranë sindikatës tënde një rol i jot, jo vetëm në sindikat, sepse këtë rol e ke edhe jashtë, domethënë e ke edhe në rrjetet sociale, e ke edhe tek grupi i shoqatës emigrantët pa kufi, e ke pasur edhe më përpara. Ke një rol si sekretari i emigracioni edhe pranë sindikatës tënde, edhe jashtë saj. Pyetja ime ishte cilat janë, ndoshta dhe i ke shpjeguar shumë herë, por do të ridëgjojmë, cilat janë problematikat lidhur me lejet e qëndrimit sot në Itali. Edhe sa ka ndryshuar ato me që ti je një emigrant i vjetër, domethënë, ke ardhur më përpara, si ka ndryshuar ato në kohë, janë përmirësuar apo janë keqësuar? Po, është e vërtet, sepse sindikata ka edhe pjesën e imigracionit, apo sekretarin e imigracionit, që quhet sekretaria Arnolf, është në nivel nacional dhe përfshi pasaj në gjitha regionet, edhe këtu në Veneto, ku jam edhe unë, ku bëj pjesë për Padovën dhe Rovigon. Atëre për emigracionin e kemi folur, jemi shumë prezent dhe gjithmonë kemi vënë dukje, sepse emigracioni ka pas ato shkallët, kanë kaluar shumë shkallë, kanë kaluar shumë faza dhe normalisht këto faza kanë përkuar me ndërime qeverish edhe me ndryshime të theksuara dhe për praktikat e emigracionit apo siç është parë emigracionin. Në përgjithësi emigracioni nuk është parë si zgjidhje në Itali. Gjithmonë emigracioni është parë si një problem aty në periferi. Ndoshta diçka pak më shumë mund të kem pasur, po jo ndonjë gjë esenciale apo thelbësore, mund kem pasur qeverit e majta sepse duket, me thënë mendohe, jo dukej, sepse ato kanë qenë më afër emigracionit, me politikat e tyre, politikat sociale majtë. Por jo në një kush e di se çfarë. Pak më të liberalizuara, po jo kush e di se çfarë. Ndërkohë, me qeverin Meloni, pra ke patëm këtë ndryshim që erdhi qeveria Meloni, që ne e dim shumë mirë që është qeveri që ka ardhur në fuqi me premtime kundër emigracioni, sepse boshtë ideologjik apo program nuk ka pasur fare. Megjithatë, kjo është zgjidhje e popullit italian dhe kjo qeveri është. Dhe doja të thoja që me ardhjen e qeverisë Meloni, po që patëm përkeqësim për sa i përket praktikave të emigracionit, gjithë strukturave, që nga questurat, prefekturat, që nga qarkoret që filluan të ndryshoheshin, pra kemi një përkesim, do të thoja, për sa i përket çështjes së emigracionit. Goditjen e parë e morën prefekturat, ku patëm një shkurtim të personelit, edhe pse ne kundërshtuam si sindikat pra prefekturat e gjitha Italisë, duke ditur që numri është shumë i madh, duke ditur që praktikat janë shumë të mëdha, duke ditur që burokracia ishte aq e madhe dhe na nevojiteshin me SSB-n, dhe dëshin me SSB-n këta njerëz që ishin dhe të profesionalizuar, sepse kishin të paktën 3 vjet që punonin
qeveria Meloni shkurtoi dhe që aty u pa edhe qasja edhe si do vazhdojnë kjo qeveri me migracionin. Ndërhyrje pasaj ka pasur nga gjitha anët, ishin ndërhyrjen do me thënë që bënë që ka hyrë në fuqi që në janar të vitit kaluar për të paguar ato që quhen kontribute vullnetare për testën sanitare, pra për shëndetin, për personat që vinin, pra për prindrit, për të marrë atë testën sanitare, për të pashur për shërbimet në shëndetësi, duhet paguhet në janari vitit që ka kaluar 2.000 euro fiks në vit që më përpara nuk ka qenë. Odaj të bëj një pyetje direkte pastaj Leo të lë pak hapësirë edhe ty. Po doja një pyetje konkrete, sepse shpesh ndodh që edhe në televizionet shqiptare, no, që dëgjojmë lajme, më ndodh edhe mua që më vinë në zyrë që thonë qeveria italiane ka hapur, domethënë ka dalë ligji për shqiptarët, do marrin dokumentat e të gjithë turre në përzyrat e sindakateve, në të gjitha zyrat, duke thënë ne kemi dëgjuar në televizor që është hapur ligji dhe do marrim dokumentat, atë që ne quajmë dekreto flusi, por në Shqipëri përcillet ndryshe, nuk e di se si e përcjellin dhe njerëzit kuptojnë atë që kuptojnë. Qa doj të thoje të pak të domethënë shqiptarëve që na dëgjojnë, qa është ky dekreto flusi dhe kur u thuhet në Shqipëri që është hapur ligji, qa duhet të nënkuptojnë, jo të marrin valixhen edhe direkt të nisen, sipas meje. Shiko, po falenderit për pyetjen, unë e kam sqarova dhe publikisht, çdo vit kam qenë në zëri publik që kam sqaruar me detaj që është shkruar nga Ministria e Brendshme. Ashtu si kam dalë në çdo televizor shqiptar që kanë folur, të paktën 2 kanë folur për dekreto flusi, po këtë herën në televizione shqiptare, sepse në fakt ma quan dhe pash vetë në sytë e një, për çfarë po diskutuaj, sepse kishim marrë në studio edhe një 2 ekspert që u paraqitën si ekspert të emigracionit në Itali dhe flisin për dekreto flusin dhe ishte krijuar iluzioni dhe po e shpjegonin sikur në këtë vit, pra për vitin 2026, u hapën rrugët, shpërtheu çdo gjë dhe kushdo mund të vinte në Itali, mjafton të kishe një punëdhënës edhe numrat kishim vajtur deri në atë pikë sa po diskutoheshin me miliona. Wow. Në fakt aty miliona ka goxha xhanën, po jo dhe miliona këte edhe për numrat e njerëzve. Megjithatë, për të gjitha ata që na ndjekin apo për dhënë një sqarim, jo, nuk është kështu, nuk ekziston, nuk ka ligj të tillë. Pra në qoftë se do të ishte kaq e thjeshtë që mund të duhej vetëm një punëdhënës, nuk ishte problem fare, sepse të gjitha ata që janë në Itali deri në sot që ja bë rregulla, të nesme futeshin me njëherë në proces legalizimi. Nuk ka ekzistuar dhe nuk do ekzistoj kur. E kemi pasur mundësinë, kemi folur vetë me qeveri Meloni para 2 vjetësh si sekretari, me sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Italisë, dhe kur unë ja kam përmendur, ore, po pse nuk e bëni një senatore, pra duke qenë se kapitali këtu ofron vendin e punës, sepse kërkesat janë, të garanton shtëpi, të garanton gjitha. Atëherë hapeni, çfarë problemi ka? Po që jeni me këto kuota kaq të kufizuara dhe vetëm burokraci dhe na krijoni probleme. Mi po përgjigjen e dia, sepse ata nuk mund ta kalojnë dot kur në përbënd, apo të shprehen që të thonë po, një ligj i tillë do funksionoj. Sepse do bien në kundërshtim dhe do diskreditohen të elektorati tyre duke qenë se janë kundër emigracionit. Ndërsa ato televizione shqiptare që duan të japin atë imagjinen
motor e vëlla, motra e shkurtër dhe vëlla i gjatë, dhe këte u hapën depot gëzuar vitin e ri 2026. Janë procedura më të vështira se ato që thuhen. Leo? Gentian, me qenë që jemi prapë këtu, do doja një pyetje. Sa të përfaqësuar janë emigrantët shqiptar nga institucionet lokale, nga sindikatat të përfaqësuar, të mbrojtur, pra si është, si thosh, emigranti shqiptar atje ku ju jetoni? Ja, nga kjo pjesë atëre, përveç emigrantit, që tek e fundit ka dhe ai të drejtën e tij, si kushdo në sindakat për tu zgjedhur, për tu prezantuar, për tu përfaqësuar. Ne kemi këtu vetëm të paktën këtu në zonën tonë ku flasun, të paktën jemi mbi 10 shqiptar, të paktën 3 sindikata ime, të përfaqësuar në sektore të ndryshme dhe jo pak të rëndësishme, dhe normalisht që vazhdojmë punën tonë. Ndërsa emigranti shqiptar, si të gjithë pjesa tjetër, si ai italian, si i një emigrant i një vendi tjetër, janë të gjithë mbrojtur, kanë tutelën sindikale dhe këtu nuk ka as diferencime, nuk ka as të interesuar, a janë të interesuar shqiptarët të jenë pjesë e sindikatave? Po pa tjetër, ne jemi me dhjetra, me qindra në gjithë Italinë të përfaqësuar, jo vetëm në sindikata e unë, po dhe në sindikatat e tjera goxha. Jenë tek 2-3 sindikatat e më të mëdha të Italisë në rang nacional, që jemi 3 më të mëdha, janë me qindra italian, shqiptar të përfaqësuar deri në rangjet më të larta, ku kemi dhe docent shqiptar, të cilët punojnë për to sindikata. Kështu që ka kjo pjesë jemi janë më të goxha hapur, mirë. sindikata në Itali janë shumë më të hapura se institucionet. Madjana, Ose partit politike disa thoja. Madjana, ne për ta qetësuar pak Gentianin, se është bërë pak si Minerva, dhe këta lebrit bën Minerva shpejt. Se ka folur shumë. Ta marrim qik si me të mirë, ne kemi një surprizë për Gentianin. Okej. Si thua, të ftojmë surprizën? Ti thua që kemi, dëgjova, ti thuaj më mirë që kemi surprizë se sa po i bie kështu ta zbuti. Po si bie na kina la, thuaj atë aty. Po se po na dhe ko të pinajnë cigare, mirë jemi se edhe ti ndes më duket. Po pa diskutim. Se duket si kramarje kjo, e ke parasysh? Leo, ka dalë në modë kjo t'i biesh nga Kina kohët e fundit. Po të që ne për i bjem rumallak se jemi largë, a kupton, nga këtu në Padova, rumallak... Pa problem, jepi, na thuaj që atë vetë bëjmë. Atër, ftoj atë që do bëjsh surprizën për Gentianin, ta kemi në linjë. Alo, mirë mbrëma. Nuk po i bjem nga Kina, por po e marrim nga veri unë jug. Ashtu, bravo. Nga Shqipëria, për ndryshën në Padova, për ndryshën nga Padova nuk jemi shumë distant me Gentin. E dëgjon Gentianin, njef? Po, e dëgjoj. E njojtë e Po, e njofte, e njofte. Mi broma, rofsh. Keni kohë pa u dëgjuar. Atëherë, Mirë mbrëma, të gjithë të lëshit, të dëgjuzve. Mirë mbrëma Gentiana Leo, mirë mbrëma Mitjana. Bravo. Tani, kjo është Elona dhe kush është surpriza Elona për Gentianin? Unë për Gentianin doja të shtoja 2 fjalë. Okej. Ma shumë se ta shtoja ta falenderoja në emër të shoqatës tonë për gjithë disponibilitetin që Genti ka
po jo vetëm në punën e tij si sindikalist, por është me të vërtetë një mbështetje shumë e madhe, një ndihmë shumë e madhe për gjithë komunitetin tonë. Unë kam mbi 15 vjeç që jetoj në Padova. Gentin e njohim pa 2 vjet e knej, që kur kemi kriju shoqatën Emigrantët pa kufi, në cilën Genti është presidenti, edhe të them drejtën vështirësitë janë të panumërta për emigrantët shqiptar, ku jo shumë herë, jo shumë kollaj i kemi gjetë dyert e hapura për me marrë informacionin ose edhe ndihmën ose një mbështetje ose një fjalë që ajo na nevojitet ne në ato momente. Që Gentin e falenderoj personalisht edhe në emër të shoqatës tonë. Tani unë për Gentin falenderit Elona, edhe unë ju falenderoj për gjithë disponimin që keni, edhe për punën e shkëlqyer që po bëni dhe për mbarvajtjen e shkollës. Shumë falenderit. Për Gentin, unë ka 2 vjet që e njoh Gentin, si kur thash, po sonte mësova dhe ca gjëna të reja. Edhe dashurin që ai ka për Vlorën. Për detin e bukur të Vlorës. Qa kujtove ti? Jo, asgjë, kaloj, asgjë. Okej. Unë kam diçka që lidh me Gentin, kemi një pasion të përbashkët. Por Genti këto me dashuri të madhe dhe me nostalgji shumë të madhe, i ka thurë 2 rreshta detit të tij të Vlorës. Gentin e kemi edhe poet. Hajde. Për kush nuk e di. Po kaq serioz që duket ky ka mundësi të jetë edhe poet. Kjo është pjesa e Gentit pa kollare. Pa kollare. Okej. Se edhe këtu në radio më duket me kollare ka ardhur, se po më duket shumë serioz, shumë i prerë. Po gjore, po edhe për poet titull i lartë, skulptor më mirë, se si tha ajo. Kështu që më duket na japonese, na një rrjesh që kemi hedhur. Ja ta vlerësojnë dëgjuesit. Ta dëgjojmë Gentian. Atëherë, shkruar nga Gentian Hodaj. Sa më mungon o det. E mik i vjetër, kopa o par, të llafosem shtruar si dikur, atje të njëjti vend i vjetër, unë në nhijet të eukalips, me gotën e rakis në dorë dhe me një cingare slims. Genti foli çfarë për duhan, a? Edhe slims e pas pirë dikur në Shqipëri. Hajde Gent. Atëherë, me që koha vrapon, për të pi duhanin Gentit, lexoj dhe 2 rreshtat e tjerë. Koha vrapon si lum, nga kalendari fletara, vetvetjes pyetjen ja bëj, ditës që the, e çfarë të tha. Bukur. Ja. Të falenderoj shumë. Ky është edhe Gentian Hodaj. Përveç sindikalistit dhe presidentit të shoqatës tonë. Kur tha Leua kemi një surprizë, thash se më kishit bërë na dhuratore, se këto janë surprizë. Jemi bërë vetë për dhurata, ajo të bëjmë ty. Na vrau shumë ky vit i ri. Dhuratë kalonese nga lagjja. Falenderit Elona, shumë falenderit. Elona, të falenderoj shumë për ndërhyrjen tënde dhe për atë, si thosh, poezit që ti kishe përzjellë për Gentin, sepse ne në vërtet nuk e dinim që Gentiani shkruan, dhe të falenderoj shumë. Falenderit juve për mundësinë dhe për hapësirën. Sukses dhe mirë dëgjofshim. Mirë dëgjofshim, natën e mirë bashkë. Natën e mirë. Atëherë. Natën Elona. Natën e mirë. Meqense ne folëm për sindikatat në
Itali për pjesëmarrjen tuaj në sindikalizëm atje si aktivist, si puna juaj, por edhe Lona Ceku, edhe ne në njoftim, edhe Madjana në prezantim, Ceku që ti je presidenti shoqatës emigrantët pa kufi. Dhe okej, ne kemi qenë edhe herë tjera në bashkëbisedim së bashku, por normalisht tash jemi në një media të re dhe me dëgjues të rinj dhe e di se po na ndjekin, pra mundesh diçka për angazhimi i shoqatës emigrantët pa kufi, ju keni hapur dhe një shkollë të re shqipe në Padova, mos qofsha gabim, ndiku para vitit të ri, pra në 2025, fundit 2025-s, si përrecën kjo shkollë dhe ku ka problematikat më shumë që shqiptarët mund të kenë, që paraqesin ke shoqata juaj, pra një rezume të shkurtër të shoqatës. Po, shoqata pothuajse kaloi datë 2 vjeçarin nga dita e themelinit dhe një sër aktivitetesh të cilat kam pasur shtrirjen gjatë këtyre 2 vjetëve, ne i kemi edhe publikuar, i kemi shprehur. Por ajo që ishte më kryesorja dhe një nga objektivat ishte hapja e shkollës shqipe, të cilën e realizuam vetëm në fund të vitit të 2025. Pra kishim marrë atë përgjigjen e artë që po, fale dhe punës të jashtëzakonshme që bëri dhe Madjana, dhe më në fund arritëm pra që ta hapëm atë shkollën shqipe, inauguruam, filluam punë, përzgjodhëm mësuesin, kemi dhe mësuesen të cilën e keni pasur dhe aty në studio, me ndërprerjen e festave, u rifillua prap, kanë qenë goxha prezente dhe duket se po ecën mirë. Për sa i përshket shkollës, kemi pas ato lehtësirat në kuptimin që na kanë dërguar ato tekstet që na nevojiteshin pra nga ana e konsulatës shqiptare, dhe dua të përgëzoj konsullin Luljeta Çobana që mbulon diasporën dhe na u gjend me njëherë duke na dërguar librat, sepse kjo ishte ajo pjesa që nuk ishte pjesë të cilën e zgjidhim neve, po është pjesa më kryesore. Kjo pjesa më problematike dhe më kryesore e një shkolle në diasporë. Po ishte shumë e shpejt Leo, sepse do me thënë ma bëri dhe surprizë, në kuptimin që unë e komunikova, sepse e patëm në të ftuar, e komunikova që shiko se ne e hapëm, fillojmë institucionin e shkollës, dhe thjesht kur më me një mazit e më thonë Gentian, mu libra ti dërgova, pra pa më thënë fare, pa kërkuar që të shkonim ne, se normalisht të interesuari duhet venti të reshin këto libra. Por ma gjeti atë mënyrën dhe mi nisi librat, me thënë me një sasi të konsiderueshme, edhe pse ishin fillimi dhe nuk e dinim si do vende. Kështu që e falenderoj prap, duket që ka një dëshirë, një pjesëmarrje, jemi në hapat e para, sepse gjithmonë po kërkohet sa më shumë të rritet pjesëmarrja, edhe mendojmë të vazhdojmë atë ciklin normal. Normal që ne na duhen edhe financime, sepse për momentin po e përballojmë vetë me ato fondet që kemi ne si shoqat, por me vazhdimin, me kalimin e kohës, edhe me ndihmën e miqve, me shokëve, e njerëzve këtu të cilët kanë edhe ato firmat e tyre dhe do kontribuojnë, sepse janë shprehur vetë, kanë shprehur dëshirën për të kontribuar për shkollën, sepse duke qenë dhe një shoqat, shkolla u hap nga shoqata dhe këto firma kanë atë lehtësinë fiskale, që kur dhurojnë për një ent, si që jemi ne si shoqat, kanë ato lehtësira fiskale dhe ishen nga taksat. Pra gjithmonë duhet ajo gjetja që një shkollë të jetë e axhornuar, pra të hapet në një shoqat që të marrë dhe këto lehtësi fiskale që garantojnë atë vazhdimësim, sepse nuk është e thjeshtë. Ne zyrat i kemi zyra në komunë, pra strukturë goxha që kërkon atë, si të thuash, mirëmbajtjen, sepse është me pagesë, ka siguracionin, me gjitha, do me thënë, në kushtet më optimale. Por shpresojmë dhe jemi besim plot që do vazhdojmë, do zgjidhet, sepse
nga bizedimet edhe nga takimet që kemi pasur janë shiko, do të pas parasysh, shoqata e juaj është e re 2 vjet. Relativisht e re, se s'mo themi shumë e re tani, sepse ju keni bërë shumë aktivitete, keni arritur të themeloni dhe shkollën shqipe në Padova atje. Por sa vështirë është të bashkohen për kauza sociale emigrantët shqiptar, sipas mendimit tënd? Ky është një problem më vete që na ka penalizuar. Që ndjek si shoqëri, kudo kjo. Patjetër, si shoqëri këtu në diasporë, sepse ne jemi këtu në diasporë edhe jemi gjithmonë kritik kur flasim për Shqipërinë. Ndoshta edhe me të drejtë në një anë, kur themi po si është e mundur që duke pasur parasysh edhe këto lëvizjet e fundit apo gjendjen aktuale në Shqipëri, të gjithë jemi të shqetësuar edhe themi si është e mundur nuk po ngrihet ky popull, si nuk po ngrihet. Po ndërkohë shpesh i bi pyetje vetes, po mirë. Po ne këtu në Itali, po ja si është e mundur që edhe ne nuk po ngrihemi, po si është e mundur që nuk po bashkohemi dot si diasporë. Dhe ne nuk jemi pak, sepse vetëm në Itali të regjistruar jemi 575.000, pra gati 580.000. Gati 460-470.000 janë në Greqi. Pra, vetëm në këto 2 vende mbi 1 milion, pa llogaritur pasaj Gjermani, Francë, Amerikë e tjera. Megjithatë, për kauza sociale, është e vështirë, sepse duke evoluar koha, duke ecur, po flasim më për Itali, mbas pyetjes që më bëre. Patjetër. Njerëzit i kanë kaluar ato fazat, ato vështirësitë, sepse kanë ardhur, janë stabilizuar, po vinë brezet e tjerë, edhe kanë krijuar një farë normaliteti në emigrim, të paktën në Itali. Ndërsa brezat tanë më përpara ka qenë më ndryshe, më të gjendur, më të sensibilizuar, më të hapur, më të kudo ndodhur, më të shprehur, sepse ishin gjendja e tyre, ishin problematikat që i bashkonin dhe nevoja për solidaritet që i përfshindet gjithëve. Ndërsa duke evoluar koha, pa diskutim që kemi problematike e ardhjeve të fundit të këtyre 6-7 vite fundit që janë një numër shumë i madh. Por ata duke qenë se vina një realitet si të thuash, i vështirë me probleme nga Shqipëria dhe këtu gjejnë pozitivitetin e diçka tjetër, e humbasin atë, si të thuash, atë anën për të ndodhur përpara padrejtësive apo për të bërë një kaos sociale. Eksakt. Është një problem në kuptimin që vitet ikin, gjërat këtu po normalizohen, sepse kanë hyrë në atë rrjedhën e qetë, në jetën normale, ku janë fillohet, domethënë, familjet e reja fillojnë çik në ato vite para me vështirësi, sa që në punë, në shtëpi, vini fëmijët, të rriten, stabilizohen, ecin gjërat edhe nuk është se këtu do me thënë të pengojnë apo ke penges, apo ke padrejtësi që kërkoj solidaritet për shembull për të bërë një kauzë. Ka për shembull te pjesa e migracionit ku është për shembull këtu mund të ngrihet një kauzë, ne kemi bërë, e ka bërë aty në Adriana për shembull te questura në Padova. Çështje të vogla që zgjidhen, por që të flasim për kauza të mëdha dhe të gjejmë gjuhën, akoma e kemi të vështirë me ndojre dhe duhet një reflektim. Sepse unë për veten time kauzë qua gjendjen e vështirë në Shqipëri dhe për mua është dramatike me gjendje. Ti më dole fiks në shteg aty ku doja unë për dalë dhe për të shkuar. Po e di unë që aty do t'i sesri, do t'i pa atë, po pradoj atë edhe vetë. Të them një fjalë, si sa pjesa e di unë që do më pyesje ti, thash hajta se unë e para.
Gëndjan, shive, duke patë parasysh që janë mbi 1 milion, s'po japim shifra, sepse se cili jep shifra të veta, por janë mbi 1 milion shqiptar të larguar nga Shqipëria. Gati gjysma e Shqipërisë është jashtë, gjysma po themi e shqiptarëve është në Shqipëri. Problematika pafund, si thet edhe ti vet, problemi është i organizimit të kauzave të shqiptarëve në Shqipëri, por jo më pak është problem organizimi i diasporës, sepse që ose ne këtu në diasporë i kemi shumë të drejta, jetojmë, si thosh, me drita, me ujë, me internet, si kemi këto probleme, punë ka, etj. Por, a mendon që politika e Shqipërisë po vazhdon të shikoj diasporën si numër dhe diaspora duhet të filloj të marrë fatet e veta në dorë? Pa tjetër, kjo është evidente. Kjo është evidente që neve thjesht ta shikojnë si numër. Ki parasysh që me zgjedhjet e majit të 2025-s, për herë të parë u arrit që të bëj edhe votimi nga diaspora. Ne kemi ndjekur, unë e kam ndjekur goxha personalisht dhe në kontakt goxha nga krahët e politikës dhe ky diskutim që po bashkë ne të dy tani është bërë edhe para zgjedhjeve me shumë përfaqësues të shoqatave të tjera. Atëre, e para që kemi diskutuar edhe lindi si detyrim ishte që në qoftë se nuk do të harrijej që krahët politikë në Shqipëri, pra partitë politike në Shqipëri, dhe kur flas partitë politike në Shqipëri ishte vetëm PS dhe PD, sepse ata e morën në dorë reformën zgjedhore për turpin e tyre. Pra në qoftë se këto dy parti nuk do të na garantoni të drejtën e diasporës, atëre si shoqata, jo vetëm në Itali, por duke filluar që nga Amerika, Itali, Gjermani, Greqi, Suedi, kudo, dhe Zvicër, do e çonim çështjen në gjykatën kushtetuese në Shqipëri, sepse gjykata kushtetuese kishte dalë një vit para me një vendim ku e kishte sankcionuar të drejtën për votim të diasporës. Po. Atëre, nuk ishte dhe shumë me lehtë dhe kollaj që ne të organizoheshim dhe të dini më vete si diasporë në zgjedhje. Pra kur them më vete, kuptoj, sharp dhe troç për forcë politike, në diasporë, sepse lojrat të dyja partitë për kodin zgjedhor, pra për dhe specifikisht për të drejtën e votës së diasporës, e kanë lozur deri një javë para se të sankcionojë përfundimisht me ligj. Dhe meraku joni ishte, në qoftë se do ta humbisnin këtë si fillim, pra herë e parë të drejtën e votës, do të ngelin në për kalendat greke dhe nuk do ta kishim kur të drejtë. Pra kjo që edhe në qik ajo ndrydhja apo ajo strategji apo pjesë e lojës që ne ndoqëm si diasporë. Sepse nuk, me thënë të drejtin, shpresën e kishim tek Partia Demokratike që kishte mundësinë e artë jo, ka qenë për ta ndryshuar kodin zgjedhor shpresa e Partisë Demokratike. Tavolin e shiti. Dhe ishim të detyruar që deri në fund të varur të pranonim ato lojra, por duke u dhënë të kuptoj atyre në thonjza që ne ishim gati për të proces dhe me krah hapur i pristin. Pra, arritëm me morëm të drejtët, ndërsa tani është pjesa që na takon
dhe duhet bërë organizim mbar kombëtar, pra pothuajse në 4-5 shtete ku ne jemi shumë prezent, për të krijuar të quajturën Konfederat të Diasporës, por si fillim se ngelemi në lodra fjalësh, sepse kur na dëgjojnë njerëzit thotë çfarë është konfederate për çfarë duhet. Eksakt. Pra vetëm si fillim dhe më vonë, jo më vonë, por jo shumë më vonë, për të dalë në një forcë politike. Sepse kjo është dhe edhe kambana e alarmit që është sot, prezantimi i diasporës në një forcë politike, e shprehur nga shumë përfaqësues, aktivist, kontribus të diasporës të cilët e shikojnë si emergjencë kombëtare. Kuptoj. Shiko Kandian, duke patë parasysh që ne jemi në diasporë, pra ju po hillni idenë e një konfederate, pikë pari pra nëse mund të them, ose nëse unë e kuptoj qartë, pra të fillohet çdo shtet që ka më shumë shqiptar, pra aty ku ka më shumë shqiptar të fillohet një herë me një tip federat apo grupacioni apo lëvizje, ku diun si mund të quajmë, të çdo shteti dhe pastaj këto lëvizje të koordinohen dhe të jenë tip konfederate për të vënë si thosh me shpatulla për muri politikën shqiptare atje në Tiranë. Pra, a mendon që duhet, sepse kë mendoj që duhet edhe nga kodi zgjellor, qoftë edhe nga vetë kushtetuta, nga gjykata kushtetuese, që diaspora të ketë një numër vendesh ku të votohet për këta njerëz, pra për njerëzit, diaspora të votojë për vete, pra të ketë, po themi, 3, 4, 5, 7, shëndësi ka, po të ketë një numër vendesh që diaspora të votojë për përfaqësuesit e vet në parlament. Po pra, po, Leo, atëra, ajo që thash më parë ishte që jo, unë e kuptoj, po duhet ta thjeshtoj për dëgjuesin që mos ta kuptoj thjesht si lojë fjalësh, me fjalë, ajo pjesa çfarë duhet konfederata për shembull. Po pra, po. Atëra, ajo që të thash në fillim ishte që idetë dhe mendimet tona ne i kishim shprehur forcave politike, të cilat ishin pak a shumë e kishin si projekt pilot në Itali dhe në Greqi, ku janë komunitetet më të mëdha shqiptare, të zgjidheshin 4 deputet nga diaspora në Itali dhe 3 në Greqi, gjithmonë duke marrë parasysh numrin e emigrantëve në secilin vend. Kjo nuk u pranua, çuditërisht nuk u pranua nga Partia Demokratike. Kjo u hodh poshtë, sepse propozimi i Partisë Socialiste në kohë kishin bërë gati ata, po jemi dakord për ju na kishin thënë që të votoni me kandidatët tuaj dhe të përcaktojnë numrin. Pra kishte ngel vetëm numri. 4, 3, 5, 7, 2, 9, 6, ajo që do ishte. Iku kjo tani, u fshi, nuk u bë. E kemi kodin zgjedhor, ashtu si që bë, pra ne nuk kemi të drejt të zgjedhim njerëzit tanë, kandidatët tanë, dhe këtë e tregoj votimi i fundit. Pra, diaspora, vetëm midis Italisë dhe Greqisë, u votuan, pra kishte mbi 260.000 vota, dhe nuk ka arriti dhe nuk u mor parasysh nga asnjë nga partitë të merre një deputet nga diaspora. Pra ne e pam dhe duke qenë se jemi në këtë emergjencë dhe duke parë që nuk jemi të përfaqësuar nga ajo politikë në Shqipëri, lind nevoja që ne duhet të krijojmë forcë politike, pra të dalim me një parti politike të qartë në diasporë, ku do dalim me kandidatët tanë. Dhe po flasim për një elektorat që vetëm në diasporë është 1.450.000. Pra, midis shteteve të Europës, Amerikës, jemi 1.450.000. Nga ana matematike, thjesht nga ana matematike,
Pra të bëjmë një llogaritje të saktë dhe të qartë, ne duhet jemi ata që në letër jemi fituesit e zgjedhjeve të tashme në qoftë se arrim të krijohemi dhe të vendosemi ashtu siç duhet. Pa llogaritur që secili nga ne ka dhe njerëzit e tij në Shqipëri. Dhe llogarin nuk mund ta pra statistika është fakt, është kesë më vete. 1,5 milion që janë në diasporë, plus dhe ata që janë në Shqipëri. Prandaj këtu lind nevoja është emergjente dhe domosdoshme që duhet i marrim fatet vetë në dorë ne si diasporë, sepse nuk mundet dhe nuk mund të presim më as nga partitë e vjetra, as nga partitë e reja që në mënyrën më paradoksale, në vend që ta shikonin diasporën si leat të tyre, nuk arritën dhe ata që të krijonin në listat e tyre të prezantoheshin me kandidat nga diaspora, thjesht në një rast sporadik që mund të më vi mua në mend. Rast sporadik e gjë tjetër. Por që nuk arritën as me program dhe as taftonin diasporën, por me kandidat nga diaspora, të cilët ne i kemi me 10 kandidat të shkëlqyer, kandidat të vendosur goxha mirë në komunitetin e tyre, kandidat që i bëjnë nder diasporës dhe Shqipërisë për arritje dhe për atë që përfaqëson. Dhe këtë ja kam shprehur që në momentet e para të lëvizjes të tyre partive të cilat na erdhën në Itali. Pra ne nuk mund të presim as nga partitë e vjetra jo, po as nga këto partitë e reja të cilat, si që theti më përpara, diasporën e shikojnë vetëm si numër. Po, a mendon Gentian që sepse duke patur parasysh që në diasporë, përveç se ne nuk kemi të organizuar dhe ka shumë pak mundësi të bashkohen në lëvizje, diaspora ka atë problemin që edhe këtu më duket se janë të infektuar nga politika e Tiranës, pra jo Rama, jo Berisha, jo ky, jo ai. Dhe mendon që do jetë e vështirë, e vështirë normal, por a mendon që do jetë e mundshme të ketë një organizim të mirëfillt në diasporë, apo ose ke një ide si duhet të fillohet? Shiko, ne nuk është se jemi pjesë e këtyre idealizmave rinor që në nën pemët që shkëlqejnë në dritën e hënës apo të diellit ulëm dhe po formojnë dhe po krijojnë një parti që të përmbushi të gjitha ato dëshirat e njerëzve dhe të rrëzojmë që në verit më të korruptuarat botës. Pa diskutim që ne e dim rrugën, e dim vështirësitë, por nuk është se ky diskutim ka lindur tani për tani, këtu është një diskutim sporadik, por është një diskutim që ka bazë, të paktën këtu në Itali, ka pothuajse një vit e gjysmë që në bashkëbisedim që kam pasur edhe me aktivistët tjerë, me president shoqatash, po e hedhin goxha këtë ide, sepse edhe njerëzit vetë në diasporë, pra dhe emigrantët, e kanë kuptuar që nuk mund të përfaqësohet dot më nga forcat të tjera, pavarësisht se edhe këtu si thua ti kemi njerëz ne që kanë atë për krajën, do me thënë, dikush thot PS-ja, dikush PD-ja. Por pjesa më e madhe, të paktën për këtë sa mbuloj unë apo sa jam unë në kontakt, po kjo është relative, nuk mund të jetë absolute, janë të gatshëm gjithmonë për parti të diasporës. Sepse këtu është një problem, këtu erdhën partitë e reja, po flas vetëm partitë e reja, nuk po flas për këto të vjetrat, po dhe
20-30.000 vota i morën në Itali. Atëherë, si është e mundur që erdhën i morën këto partitë e reja, ndërkohë që ne jemi pjesë e komunitetit, jemi këtu, jetojmë këtu, kemi përfaqësuesit tanë, nuk mund të arrijmë ta bëjmë një gjë të tillë. Pra si është e mundur? Unë them që ne kemi mundësit, i kemi kushtet, unë mendoj që kemi dhe një pjekuri, se unë e shikoj edhe në bizedimet që bëjmë me njerëzit, që ka arritur ajo fazë, kjo për shkak edhe të gjendjes që sa vjen rëndohet në Shqipëri, që të krijohet partia vetëm nga diaspora. Pra, atë lehtësi në thonjza që na dha klasa politike, me të gjitha dëmet, me të gjitha ato që ka bërë të 35 vjetë, dhe do ta kthejmë ne si diaspor duhet ta kthejmë në avantazh. Në avantazh, patjetër, sepse diaspora ka një fuqi tjetër që ndoshta në Shqipëri nuk është, sepse këtu është rinia që është si thosh e arsimuar, e rritur, ka tjetër mentalitet, ka tjetër kulturë qeverisës apo rregullash, ku diun çfarë të duash, dhe është totalisht, po themi totalisht e fjalë madhe, por është e pa angazhuar në politikë apo në situata sociale të shtetit në Shqipëri, dhe kjo duhet të shfrytëzohet, sepse edhe mua për shembull në një emision që kam patur të ftuar në radio një mik timin në Amerikë, në Michigan, edhe atje po tentohet të organizohet një union i përbashkët me të gjitha shoqatat atje për të bërë pikërisht këtë lëvizje, dhe duket se me vërtet diçka po lëviz, por shpresojmë që të lëvizet sa më pozitivisht dhe sa më shpejt. Tani luftë është kjo, Leo, edhe luftra bëhem për të fituar. Po në qoftë se nuk fillon, atëherë nuk mund të pretendojmë në një moment tjetër për ndryshimin e gjendjes politike në Shqipëri. Ose lëm fare gjendje politike në Shqipëri. Thjesht, kombi është në rrezik. Kombi është në rrezik, por nuk është problemi për të dërguar dikë deputet nga diaspora apo për të bërë një të diasporës. Jo, ne do të dalim me forcë tonë politike, më vanë. Por problemi është sepse vërtet Shqipëria është në rrezik. Dhe nëse edhe diaspora nuk reagon, pastaj le të themi s'kemi çfarë presim, se do të themi ne kush po lëviz, nuk po ngrihet populli, s'po bën populli, po edhe diaspora do të marrë përgjegjësitë e veta. Ka kohë të marrë përgjegjësitë e veta. Populli është në diasporë, Oleo, ne e dim gjithë, sepse e dim kush ka ngelur. Tani, me statistika në Shqipëri, 750.000 janë pensionistë. Janë dhe 450 apo 500.000 janë këta të administratave, kupton, rinia është komplet e ikur. Dhe ne kur themi pse nuk e bëm atë punën apo pjesën apo çfarë i takon, atë ringritjen, populli në Shqipëri, me thënë të drejtën, unë abitem kur e të drejtojmë të pyetje, sepse ne dim që ku ka më popull. Pra këta kategori janë që ka një Shqipëri. Me këtë kategori do kërkojmë, si mund t'i kërkoj unë nënës dhe babaj tim 75 apo 80 vjeç, duke ditur çfarë mund të bëjnë, të bëjnë një përmbysje. Këtu jemi, këtu e kemi rinin, këtu i kemi figurat, këtu i kemi profesionistët, këtu janë të gjithë brezat që nga vitet 90 e deri tani. Pra puna do bëhet në diaspor, por polozet, do me thënë dhe polihet, dhe bëhen të gjitha përpjekjet për talën jashtë diasporën, sepse e din shumit çfarë mund të bëj, çfarë force ka diaspora, si me numra, si me prezantim, dhe të gjitha këto nuk janë pa qëllim, sepse është një klasë politike që ka bërë lojra, do me thënë, në kurista të pollit në 30 vjetë, edhe janë bërë mjeshtra në atë territor të vend të vogël atje, por që me anë në diasporë sa do të kenë ata përkrajësit që thua ti, unë mendoj që 70%, 80% e emigrantëve ata i kanë gjithmonë kundër. Dhe të gjitha këto lojra dhe të gjitha këto manovrime që bëjnë
për ta mbajtur diasporën larg, nuk janë pa qëllim. Edhe ato idet, edhe ato media, dhe ata analist, apo gjitha ata lëtyrat që nxjerrin duke thënë, ja hapin këto ide, po pse duhet votoj diaspora, apo diaspora nuk kontribon, po çana duhet, ata janë andej, ne jemi këtej, i shërben asaj lojës së tyre, sepse numrat janë gjithmonë duke kaluar në diasporë. Dhe në qoftë se do ketë organizim dhe diaspora merr fatet në dorë, e garantuar që në zgjedhjet e ardhshme për vendimin tim, kjo klasë politike del jashtë, sepse na i tregoi Kosova është shumë e thjeshtë. Albin Kurti arriti të merrte majorancën pas 4 raundeve vetëm mendimin e diasporës. Po flas për 2025-ën, sepse kur ka ardhur në pushtet, ka ardhur në diasporën. Pra, ne e dim forcën tonë, problemi është që të fillojnë ingranazhi, të fillojnë organizimet, sepse po nuk u krijuan ato celulat e para, po nuk dolën me një organizim, edhe po nuk arritëm të bëjmë të paktën një dokument fillestar, si që shikoj unë e mendoj në Itali. Atëherë të bëhet një organizim, do thrasin të gjitha shoqata, do dalim me një material, do dalim me një organizim. Dhe do krijojmë ato struktura, sepse ne nuk jemi dhe njerëz të papregatitur. Tash jemi njerëz që bëhemi dhe me politikë, se sindikata pak a shumë pjesë e politikës është, në kuptimin, në thojnë za pjesë e politikës, politikë bën. Dhe si puna ime janë goxha të tjerë këteja, do me thënë të përfaqësuar si në sindikata, në për parti, në për rente, në për struktura që janë gati t'japin ndihmën e tyre. Nuk është se fillojmë nga zero, jemi kaq të paditur. Dhe një produkt apo një mod material krijohet edhe për Greqinë me shoqatat e Greqisë, vihemi në kontakt, si shtu ati ka filluar lëvizja, e kam dëgjuar edhe këtë, për në Michigan, dhe hajde burun, kur t'jemi të organizuar dhe t'kemi arritur një pikë, unë nuk them maksimumin apo perfekcionin total. E rëndësishme është të fillohet. E rëndësishme është të përgatitemi dhe të fillojmë. Kaq, pastaj rrugës, normale që do ketë gjëra që do na ndajnë, do na bashkojnë. Por, unë mendoj se pjesa më e madhe është drejt bashkimit, sepse ne na bashkon i njëjti hall, na bashkon e njëjta gjë, sepse jemi emigrantë në vende të ndryshme që çdo gjëja kemi dalë me krahët tona, me forcat tona, me gjakun ton, pa i kërkuar dhe pa ju falur asnjë lloj qeverie. Dhe nuk na i ndjen për asnjë lloj qeverie, ashtu siç nga ana tjetër asnjë lloj parti apo qeverie nuk na bën dot presion, sepse kjo është ai avantazhi që kemi ne, duke qenë se ne jemi në vendet huaja të stabilizuara dhe nuk na i ndjen, është forca që ne duhet të na ngrë për të arritur, për të organizuar, për të dalë me një forcë politike, sepse nuk është kollaj dhe të hedhësh atë sistem autoritar që është krijuar në Shqipëri, që ka gati 35 vjet. Pra ne kemi një forcë të madhe që duhet ta kemi në avantazhin tonë. Lëvizja duhet të fillojë. Besoj se shumë shpejt në Itali ne do flasim si pikë së pari, kemi pasur dhe të tjera thirrje apo jemi dëgjuar midis njëri tjetrit, do dëgjohemi edhe një herë. Do gjejmë mundësinë më të shpejt, më të saktë, më të mirë ku qysh tek për të organizuar, dhe aty do dali patjetër idet, do dali një farë, duke di një promemoria apo diçka, do ta flasim dhe të njëjtën gjë do bëjmë dhe me strukturat apo me shoqatat në Greqi dhe në vendet e tjera, për të ribashkuar në një moment të vetëm apo në një vend të vetëm, gjithmonë në qoftë se do ketë dëshirë, në qoftë se do ketë përkraje. Po, unë them se po. Shumë interesante dhe vërtet uroj që të fillohet dhe të ecet, sepse sinqerisht është e domosdoshme. Bile se jemi shumë të vonuar. Shumë vonë. Është vërtet. Madjana, je këtu? Ju dëgjova dhe
Mu duk shumë interesante që Argentini, shembujt i kemi, Kosova shembullin a i dha. Është me të vërtetë momenti i dur. Shpresojmë se o sot o kur, domethënë nuk ka një situatë politike më të degeneruar në Shqipëri edhe më të lodhshme se kjo e sotme. Po ideja Argentianit më pëlqeu shumë interesante. Shpresojmë që mos ngelet vetëm ide, po të vihet edhe në praktik. Se kjo duhet, si thosh, si e tha dhe Argentiani, ne jemi shumë të vonuar, pra diaspora është shumë e vonuar dhe diaspora nuk duhet kurrësi t'ia lejoj vetes që të nën përkëmbët në këtë lloj mënyre edhe në 2026, sepse është vërtet jo turpshme, po është katastrofë edhe për shtetin tonë, për Shqipërinë, sepse çfarë s'po ndodh, ja, po flitet dhe duket se ashtu po bëhet që do vinë edhe 20 qendra të tjera pritse për emigrantët. Okej, ne jemi kundra emigrantëve, por të largosh popullin, të ketë kështu ikje masive shqiptarësh dhe të bësh të sillesh një popull të ri në Shqipëri dhe diaspora mos të reagoj, ne nuk na falet. Duhet diaspora të marrë. Ajo që është më e keqe akoma që ardhja e këtij populli të ri është thjesht biznes, ajo është edhe me të vërtetë po kish më pra, sepse është biznes, Shqipëria njeriu si njeri, si emigrant apo si person, po e bën për është çështje biznesi, është po bëhet çështje biznesi, kjo është akoma edhe më e tutshme. Kjo është e qëllimshme, sepse po shitet Shqipëria pjesë si copë zatorte për hatër të njërit apo tjetrit dhe këtë diaspora. Ose për të shpëtuar diçka apo për të shpëtuar një vend. Padjesotim. Okej. Leo, nëse mundem tash ma merr kështu si këshill miqësore, Patjetër. Unë e shikoj, ndjek sa arri, aty tek radioa juaj, por e kuptoj që edhe ti ke të njëjtin shqetësim. Pra, ajo fjala jonë është kombi në rrezik. Po shpopullohemi. Ti ke programin tënd, ke radion tënd dhe di vetë, këfton, si e ke menduar organizimin, sepse tek e fundit është edhe ke të bësh dhe me ndjekësit, pra kanë dëshira ata, që të kesh ti aty dhe sa e ndjekin. Por unë kisha dëshirë që të kemi sa më shumë, pra të ftosh sa më shumë nga diaspora, njerëz, aktivistë, shoqata, kudo ku ndodhen, duke shpalosur të emergjencë dhe këtë ide që ne sapo e tham, sepse kështu lindin lëvizje, kështu lindin organizimet. Dhe sa më rrallë për mua, unë po t'isha vendin tënd për shumë nga figurat politike në Shqipëri, që janë thjesht të konsumuara pas një interes për neve, po t'i zvendësoje me këto personalitetet të diasporës, do ishte një shërbim shumë i madh. Megjithatë unë kuptoj dhe pjesën e funksionimit të radios, e ripërsëris atë punën e ndjekësve, si ndiqet dhe sa janë të afektuar njerëzit me këto çështje, por e kisha thjesht si këshill. Pastaj ti e di vetë me stafin apo me një organizim tjetër. Të jam shumë mirënjohës për këshillën tënde dhe madje më shumë mirënjohës për besimin tënd që ti ke kundrejt nesh si radio, si media, sepse unë që kur kemi krijuar me Bletin, pra dhe si staf, që të jetë një media pa censurë dhe kryesisht për diasporën, për të sjell njerëz, për të komunikuar, për të ngritur problemet, për të folur për Shqipërinë tonë, sepse ne, nëse të gjithë do ikim dhe do e lëmë Shqipërinë, është një problem tjetër që ne s'e bëjmë dot, po varret atje në Shqipëri kujt do ja lëmë. Dhe problemi është që ne duhet sinqerisht të zgjohemi guximshëm dhe të marrim fatet edhe tonë në dorë, sepse është e dhimbshme. Dhe unë t'jam mirënjohës jo thjesht për këshillën, por për besimin
që ti ke tek radio jonë dhe ne do përpiqemi në maksimum që të kemi sa më shumë aktivistë, të kemi sa më shumë drejtues shoqatash, sa më shumë njerëz intelektual që jetojnë në diasporë dhe të bëhemi aq sa të mundemi të ngrejmë zë dhe të bëhemi një zë i vetëm. Aq sa të mundemi të gjithë bashkë me sa mundemi dhe të bëjmë një hon edhe të flasim dhe të organizohemi sepse kështu fillojnë bëhen punë të mira, kështu fillojnë bëhen dhe lëvizje. Sepse do një shintila, do me thënë, do një shkëndire kjo dhe organizim dhe ku mua bet. Sepse e ndjenjë që të gjithë, por ama duhet që dikush të filloj të amarja të hapi dhe të flasi, dhe duke hapur, duke folur, duke përflasur edhe grushti more herë tjetër në tavolin kur t'jemi me njerëz, pa tjetër dhe këtë do t'a bëjmë, dhe gjithë t'a bëjmë. Ne jemi window, pra dritare e hapur dhe për jo vetëm thjesht i mendimit tënd dhe asaj çfarë ti shprehe sonte në emision, por ne jemi gjithmonë pranë jush, dhe jemi gjithmonë dritare e hapur dhe ftojmë të gjithë edhe të tjerë që kanë dëshirë të flasin për të thonë diçka, ne jemi dritare e hapur dhe pa censurë. Madjana, si thua, e përshëndesim Gentianin, ke diçka për të pyetur, për të thënë? Jo, doja ta përshëndesja me të vërtet, ta falenderoja më shumë edhe për këto ide të reja të reja, ndoshta jo të reja, po të paktën të shprehura kaq mirë dhe kaq me zell, me kaq dëshirë. Më bëri dhe më futi dhe mua dëshirën për t'u bashkuar këta qytetet tuaj, këtyre ideve tuaja jam gati, duhet të fillojmë, do të thënë dikush duhet të fillojë. U fillua midis bisedës tënde dhe të Gentianit, po ju ndjek, shumë interesante. Shpresojmë që të lindi diçka e rëndësishme. Gentian, unë të jam mirënjohës që na ndarove sonte në emision dhe shpresoj që do jesh edhe herë të tjera, sidomos me këtë ide, kur këto ide të fillojnë në televizin, mendoj që do kemi edhe emisione të tjera së bashku, apo edhe njerëz të sugjeruar edhe nga vetë ju për radion tonë që të kemi mundësi të kemi bashkëbisedime apo emisione sa më të shumta në këtë drejtim. Po, pa tjetër, edhe unë të falenderoj në zëmra për hapësirën që më dhe për të shprehur ato problematika apo atë pjesë të emigracionit të cilën unë e përfaqësoj. Ne pa diskutim që do fillojmë t'i japim zë dhe radios tuaj dhe duke ftuar dhe të gjithë miqt, të gjithë njerëzit tanë, profesionistët, aktivistët, shoqatat, kudo që janë këtu në Itali, dhe do ta paraqisim si një dritare, si një port ku është gjithmonë e hapur për emigracionin dhe për mendime dhe lëvizjet e reja, ku secili ka pjesën e tij. Kështu që patjetër do jemi në kontakt. Ne si shoqat pjesën tonë kemi bërë, moderatoren ta kemi vënë në dispozicion, kështu që punë të bardhë mi rrugjoshim. Atë ja mora vetun. I parasysh që janë ca gjëra, është një batutë e kaj filmi. Gjëra që nuk thuhen shkruhen në dëfter, mos kujto se është kaq e lehtë, është marrë një mendim më përpara. Mirënjohje Gentian, faleminderit shumë. Gjithsesi, gjithë mirat, natë e mirë. Natë e mirë Gentian. Madjana, faleminderit. Shumë, po jam akoma bashk moderatore, mos e harroni. Po, përpiqu mi fjalë që së shpejti të dorëzojmë çelësat dhe jem moderatore pasaj me emisionin tënd, sepse nuk do rrinë gjithmonë duke të mësuar ty. Të falenderoj Madjana që më ndihmove sonte. Faleminderit. Faleminderit juve. Natë. Atëherë, të nderuar miq,
Ky ishte emisioni me Gendian Hodajn, presidenti i shoqatës emigrantët pa kufi në Padova në Itali, sindikalist, aktivist në sindikatat italiane atje në Padova. U përpoqëm të kuptojmë diçka më tepër për jetën sindikaliste, për aktivizimin qytetar të emigrantëve në Padova, për shoqatën, për shkollën shqipe që është krijuar në Padova. Pastaj normalisht që u përpoqëm të kuptojmë diçka dhe këndvështrimin e Gentianit apo të shqiptarëve të diasporës për politikën shqiptare, dhe më duk shumë me ide interesante ajo organizimi i diasporës, sepse me të vërtet diaspora duhet të marrë situatën e dorë, duhet bëhet një zë përbashkues, sepse nëse e themi Shqipëria nuk bëhet, pse Shqipëria s'po bëhet, pse Shqipëria ka probleme, kjo është fare pak. Duhet kuptojmë që kombi është në rrezik, sepse Shqipëria po shitet si copëza torte, po jepet më lirë se fal, dhe nuk duhet absolutisht asnjëherë diaspora t'ja lejojë këtë vetes. Duhet kuptojmë dhe duhet mos harrojmë rinindasit tanë ishin ata që sollën pavarësinë e Shqipërisë, ishin ata që themeluan shtetin shqiptar, dhe ne nuk duhet kurrësi që shtetin shqiptar ta falim dhe të jetë në dorë të njerëzve të papërgjegjshëm, të politikës së papërgjegjshme, por diaspora ka njerëz aktivistë, profesionistë, ka njerëz të mrekullueshëm dhe duhet të lëvizë dhe duhet të punojë më shumë për vendin tonë. Atëherë, të nderuar miq, ju falenderoj shumë edhe një herë për përkrahjen dhe për mbështetjen tuaj, për suportin tuaj, për çdo gjë që ju hoqet nga koha juaj dhe na ndoqët sonde. Ritransmetimi i emisionit drejt nesër në orën 13 vetëm në radio, jo në Facebook, pra përmes platformave Radio Box, TuneIn, Radio Shqip, pra mund të ndiqni po ashtu edhe në website zyrtar windowradio.de. Aty do dëgjoni edhe muzikë, edhe emisionin ritransmetim, po ashtu edhe do lexoni edhe informacionin e fundit. Po ashtu emisioni është nesër në YouTube, në faqen zyrtare të YouTube-it Horizon Window Radio hapësirë.de. Aty mund të keni emisionin e sondëm, po edhe emisionet e tjera. Mjafton t'i bëni një subscribe në YouTube dhe do u dalin të gjitha emisionet tona. Faleminderit shumë nga ju, natën e mirë, uroj një fillim jave nesër sa më të mbar dhe të jetë një javë sa më mbar për ju dhe të kaloni sa më mirë. Unë lë takimin e radhës pas nesër, pra ditën e martë në orën 21 me të ftuar të tjerë dhe bisedat e tjera. Natën e mirë, kalofshi mirë. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de.